Kreve na ka rënë me përdor QR kod. E nëse me përdor paktën me pa një tillë. Pa ju ka shkuar në mend se çka është edhe për çka mundet më përdor? Tash unë kam ju kallëzu se për çka na nevojitet QR kodi edhe kur të përdor njërin tjetër me ditë se ç'jeni të bë. Fjala QR kod vjen nga gjuha angleze, që është kurtesa Quick Response Code, e që në shqip i bie kodi shpejt i përgjigjes. QR është një lloj barkodi matrikur dydimensional, i shpikur në vitin 1994 nga Masahiro Hara i kompanisë japoneze Denso Wave, për etiketimin e pjesëve të automobilave. QR kod në përbojtje ka brenda katror të bardhë dhe të zi brenda një katrore të madh, e cila mund të lexohet nga pajisjet e imazhit si dhe nga kamerat. Gjatë qershorit të vitit 2011, 14 milion përdorues amerikanë të celularëve skanuan QR kodin apo një barkod të thjeshtë. Rreth 58% e këtyre përdoruesve skanuan barkod apo kod QR nga shtëpitë e tyre, ndërsa 39% në dyqane me pakicë. 53% prej këtyre 14 milion përdoruesve ishin të moshës 18 deri në 34 vjeçare. Kodet QR janë bërë të zakonshme në reklamat për konsumatorë. Zakonisht një smartphone përdoret si skaner i kodit QR, duke lexuar kodin dhe duke konvertuar atë në një formë të dobishme, siç janë URL standarde dhe një faqe interneti. Për me bëma të kuptueshme që një shembull. Llogaritë që e ke qenë një faqe interneti që shet diçka. Edhe nëse dëshiron me ia shfaq një konsumatorit produktet tua, vetëm ia shfaq kodin QR edhe skanon, edhe të dërgon direkt në faqen tënde të internetit, pa pas nevojë që më shkruan ndonjë link në një website. Me anë të QR kodit mundesh me shfaqë edhe rrjetet e tua sociale, siç janë Instagram, Snapchat dhe TikTok. Me QR kod mundesh me tërheq para nga bankomati, mundesh me kry pagesa ndryshme, me pagu biletat udhëtimit e shumë gjëra të tjera. Një skenimi vetëm është diçka që është aty. QR kod po ndryshon mënyrën se si informohemi, pagumi dhe lidhemi me botën digjitale. I shpejt, praktik dhe gjithmonë dorën tuaj. Skanoni edhe zbuloni më shumë.